والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين. Të nderuara motra pjesëmarrëse në këtë tubim madhështor, të nderuara motra mysafire të ftuara, të nderuara motra të forumit të gruas së Bashkisë Islame Shqiptare Hëna e Re në Krojcingen, e nderuar udhëheqëse e forumit të gruas motër Zuleja Nureddini, e nderuar muallime e xhamisë Hëna e Re në Krojcingen, Ibadete Neziri, njëkohësisht antare në departamentin e gruas pranë KMSZ-s, të nderuara motra dhe miq të pranishëm, ju përcjellim përzemërsisht përshëndetjet më të ngrohta nga motrat e departamentit të gruas pranë KMSZ-s, nga kryesia e KMSZ-s, dhe ju urojmë bekimet dhe mirësitë e Zotit qofshin mbi të gjithë ju dhe urime ky përvjetor. Sot jemi mbledhur me gëzim e reflektim për të shënuar 10 vjetorin e themelimit të forumit të gruas në xhaminë e Krojcingen, një dekadë që dëshmon se kur gratë organizohen me vizion, dije dhe përkushtim, komuniteti përparon dhe forcohet. Një organizim që mban në vetvete frymën e bashkimit, të dijes dhe të përkushtimit ndaj vlerave islame dhe kombëtare. Ky forum është dëshmi se gratë muslimane, kudo që ndodhen, janë bartëse të dritës, forcës dhe shpresës. Në emër të sektorit të gruas, pranë komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin tim më të sinqert për të gjitha motrat që kanë bërë këtë forum një realitet të gjallë e të dobishëm. Aktivitetet tuaja edukative, fetare, humanitare dhe shoqërore kanë sjellë dritë dhe frymë të re në komunitetin tonë. Sot, në këtë mozaik të bukur të xhamatit, ku gratë zënë një vend të pazëvendësueshëm, përveç mirënjohjes, dua të jap një mesazh të qartë se një xhami që i hap dyrë dhe zemrën për gratë bëhet më e pasur, më e fuqishme dhe më e plot, sepse aty ku gruaja kontribon, lullëzon edhe shoqëria. Aty ku gruaja mëson edhe familja. Aty ku gruaja lutet, ngrihet edhe paqja. Zoti i Madhërisëm në Kur'an thot: besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit. Urdhërojnë në të mirë, ndalojnë nga e keqja. Ky ajet e vendosë rolin e gruas dhe burrit krah për krah në ndërtimin e një shoqërie të shëndoshë. Ai na mëson se organizimi i grave nuk është opsional, por pjesë e misionit tonë fetar. Profeti ynë alayhis salam gjithashtu i ka kushtuar vëmendje të veçantë angazhimit të grave. Ai u ka krijuar mundësi që të mësojnë, të pyesin, të organizohen dhe të marrin pjesë në jetën e komunitetit. Profeti alayhis salam ka thënë: kërkimi i dijes është detyrë për çdo musliman dhe muslimane. Kjo thënie përfshin qartazi rolin aktiv të gruas në dije dhe arsim. Historia jonë islame është plot shembuj frymëzues të unitetit të grave për kauza të mëdha. Në pesën e Akabes, gratë e para muslimane u bashkuan për drejtësi dhe besim, duke dhënë zemrën e tyre për një botë më të drejtë. Pas betejës së Uhudit, ato u bashkuan për qëndresë dhe guxim, duke u bërë simboli i forcës shpirtërore. Në udhëheqjen e nënës së besimtarëve, Aishës radhiyallahu anha, ato u bashkuan për dije e arsim, duke ndriçuar brezat të tyre në mençurinë e tyre. Gratë e ensarve mblidheshin rregullisht për të këshilluar, për të mësuar fenë dhe për të diskutuar çështje shoqërore, tamam një forum grash që i paraprit modeleve moderne të organizimit. Dhe gjatë gjithë jetës së profetit alayhis salam, gratë u bashkuan në barkësi dhe ndihmë, duke e bërë dashurinë për Zotin pjesë të çdo vepre të tyre. Këto shembuj na kujtojnë se uniteti grave është dritë që ndriçon shoqërinë dhe se dija e tyre është forca që i mbledh kombin. Ashtu si ato, edhe ne sot në këtë diasporë
që e quajmë si shtëpinë tonë të dy, jemi të thirrura të ruajmë të njëjtën frymë, unitetin, dijen, shërbimin për fenë dhe kombin. Koordinimi i implementarimeve dhe aktiviteteve kulturore, fetare dhe kombëtare të forumeve të motrave është edhe një prej qëllimeve kryesore të themelimit të sektorit të gruas pranë KMSH-s, gjë e cila e shton lidhjet e harmonizuara në mesin tonë e njëkohësisht krijon ura komunikimi në shoqërinë ku jetojmë. Forumi juaj është vazhdim i atij misioni të shenjtë të mbajë gjallë vlerat fetare dhe kombëtare përmes gruas që edukon, ndihmon, frymëzon dhe bashkon. Duke parë shembullin e forumit tuaj, është natyrshme të themi se aty ku gruaja ka hapësirë të shëndetshme, komuniteti ka ardhmë të shëndetshme. Le të jetë ky përvjetor një kujtesë se çdo grua muslimane që punon me sinqeritet përpara Zotit është një dritë që ndriçon familjen, shoqërinë dhe të ardhmen. Le të ecim së bashku siç ecën gratë e para muslimane, me besim në zemër, me dije në mendje dhe me dashuri në vepra. Departamenti i gruas pranë KMSH-s, që u themelua në muajin shkurt 2025, ju fton për t'i bashkuar zemrat tona për një kaos të drejtë, jo për pushtet, por për paqe, jo për lavdi, por për vlera e dashurinë në emër të Zotit. Të nderuara motra, urime ky përvjetor i bekuar, Allahu i bekoft punën tuaj, u shpërblet mundin dhe e shtoft mbarësi në familje dhe jetën tuaja. Le të ecim përpara me besim, dije dhe unitet. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.